Dhe ku jemi në putatën tonë numër 13. Ti do dha kullore dhe çokoladë. Mbani frymën miq, bashkë me ne Juliana Nura. Përshëndetje. Thuaj, Ja, bip. Se i fare. Unë jam tronditur kur ka thënë që kam dalë me Cristiano Ronaldo. Po vjen njëri po thot Ronaldo ta lyp numrin. Është numrin se ja, po. Goj liga thonë që çunat e futbollit nuk janë gjë në krevat. Jo, nuk e di unë, nuk e di. Jo, ai ke çuna. Kam lënë kur futboll. Ta jetu ma gjuta shmua qa, po, do i bet. Po, dy flamur do i valviti, shdo dete. Nëse shkon njëra, unë ju du juve dëve bashkë me mune Amerikë. Pa tjetër, Strakosha apo Bajrami. E vështirë? Ja, mësëm shtenim jep gjithë këto deklaratë, Jo. pastaj nise do bëhet portalet full. Miqtë Andal e Sporta ku jemi në putatën tonë numër 13. Por 13 nuk është numër i keq tek ne, edhe këtë episod do bëjmë pa aq të bukur apo jo. Me patjetër, unë dua që nga sot e tutje të më thirrni Nostradamusi se ka që parashikon. Ai ishte. I rash në kokë 0-2. Baba Vanga jon. Baba Vanga Andal e Sporta. Më kujtua imazhi asaj. I rash në kokë 0-2 apo ja. Gjete. Isha një farë. Por u gjetë golat. Tashi ti do dha kullore dhe çokoladë. Po me që fitoi Partizani, ti ç'ne ka ardhur me këmish blu? Po tashi për të balancuar forca, pastaj plus e pasha ty që na kishte sjellë të bëxhinsi, tha do ta versën pëlqeu. Ndërkohë unë kam marrë një ngjyrë tjetër nga kotoni, kështu që Ti gardh me ngjyra kështu më asnjëse. e bëj pak bardhë blu. Bardhë blu. Deri diku. Mund ta bësh ndoshta të zi si fati Tiranës këtë vit, po. Ja. Por ne kishim një fundjavë shumë të bukur futbolli, jo vetëm nga Çuna më shumë mendoni se dini gjithçka për futbollin. Un kam një lojë për ju. Kush është më? Prit marr vesh një herë, po flet ndërgjigja ime apo dëgjon dhe ti? Jo, nuk jam ndërgjigja jote, pasi astëkut blu keni 2 pulsant. E sot blu. Këtu? Po. Ç'ne? Secili të marrë nga një pulsant. Logjika. Se ti të marr nga një pulsant. Okej. Dhe ndërgjegja kujt është imja apo jote tani? Po gjem të dy të njëjtën, kështu që Kush është golashënuesi më i mirë në historinë e Premier Ligës? Premier Ligës. unë prit atë. Alan Shearer? Po. I madh. Sa lojtar ka një skuadër në fushë gjatë lojës? Je shohuni pari. Ja, shohuni pari. Ndërgjegje. Po i shohuni pari. Ishte Flori i pari. Ka 11 lojtar. Si lojtar ka më shumë paraqitje në historinë e Champions League? Cristiano Ronaldo. Po. Cili është lojtari i vetëm që ka shënuar 5 botëror radhazi? Leo Messi ka shtuar 5 botërore. Është gabim. Ha më ai ka shtuar. Sepse është i madhi, i pakrahasueshmi, i vetmi, Cristiano Ronaldo. Nuk ka shtuar, jo. Është Cristiano. E dia për nuk doja ta thoja. Sigurisht. Në cilin vit u krijua FIFA? Merë ti zonë së di. Përgjigjo. Jo, përgjigjo. Cili ekip quhet The Old Lady? Zonja vjetër, Juve, Storia di un grande amore. Pam. Whatever you said. Po mirë. Etim. Cili lojtar shënoi golin e fitores në finalen e botrorit 2014? O pse nuk më shtyp unë? E pa që nuk më shtyp. Mario Götze. E mbaj mend atë gol se nga me Argentinën dhe e mbaj mend atë gol. Vazhdoj me përsi. Me hidhërim e mbaj mend atë gol, me shumë hidhërim. Cila skuadër ka nofton The Reds? The Red, United apo Milani, një nga këto. Liverpooli. Pa. It was this moment. He knew. He fucked up. Në cilin shtet luhet La Liga? Ti ishe i pari. Në Spanjë. Tani mos vjen në këto, pa ta mbyllim emisionin ulçe penin verë këtu. Cila kombëtare ka humbur më shumë herë finalen e botrorit? Holanda për sigurisht. Ja. Oh. Ka humbur Europian më shumë. Mendoj që është Brazili që ka humbur më shumë. Ja. Kush mund të ketë shku pranë dhe ka? O Argentina, Uruguay. Ha ndërgjegje. Ja. Jo. Është shtetë europian, shok. Italia? Ja. Po pse i ka shumë jon? Gjermania? Pa. Doja me e thonë, po nuk e thash. Do ta bëj ka, do ne veç momentin të Gjermania. Bravo! Kush është lojtari më i ri që ka shënuar një
Një sekundë, do lexoj. E di, çdo lojtar të ri që ka shënuar e di ku. Edhe një herë, si ishte? Lojtari më i ri që ka shënuar në Në një botror. Botror. Pele! Po pra, Pa. Pele. Ecim. Sa botror ka fituar Brazili? 5 botror. Pam. Kush fitoi Kupën e Botës 2010? 2010 e ka fituar Spanja, ose thon ndryshe e fitoi Barcelona me panellën e një kombëtare. E fitoi Casillas që boni ju priti 4 Robeni tek tek. Jo, ka fituar lojtarët, ka fituar David Villa me shok, me Iniesta, me Xavi. Casillas i dali 2 Robeni tek tek, nëse kujtohet. Edhe good. Fat pun ka për tjerët pun ka. Edhe lojtarët pun kanë pra. Si atë pun ka? E ka fituar Barcelona. Ti e di shumë mirë që ka fituar Barcelona. Po, ka fituar Barcelona 2010-ën. Cila kombëtare përdor shqiponjën si simbol? Po prit. Okej, thuje po. Big Albania, pra. por ne e përdorim shqiponjën zyrtar, por për shembull ka kombëtare të tjerë që e kanë. Edhe Austria, edhe Meksika ka shqiponjë. Edhe Austria, dhe Gjermania ka. Cili klub ka fituar më shumë Europa League? Europa League, Sevilla. Pa. Ta di se ka fituar 3 rresht. Kush e shënoi golin e fitores për Portugalin në finalen e Euro 2016? Po se dite këtë vlla, këtu Eder more. Sigurisht. Eder që u sha dhe u shplat gjithë kampionatin. Por ajo që mbahet mend nga ajo më tepër është ajo flutura që rate vetulla Ronaldos edhe bëi editimi dramatik. Çto çara ka bën ditën në shokur dëmtu Ronaldo. A ke qarë shumë? Unë kam kësu kurtoj. Domethënë jo, shiko, se ka diçka se është kështu ta them. Kam gëzu që doli, po pastaj kur e pash edhe gjendjen aty më erdhi keq. Me thënë drejtë. Doja ta merrte Portugalia vetëm për atë. Dëmtoj, sa ditë më mend, Dimitri Payet dëmtoj. Po. Ecim. Dimitri Payet unë mbaj mend që na bëri gol në Europian. Dimitri Payet. Atë ke ca haçi për të lartë. Cili është klubi më i vjetër i futbollit në botë? Manchester United Red Devil. Është ai? Ja. Pra. A më çapa Celticu pra. Ja. Vllaznia Shkodër. Po. Ja, prit si po. A është River Plate ose Boca Junior? Jo. Ç'është? Sheffield United? Pa. What the fuck? E keni parasysh miq kur një elefant hipën pemë dhe i thua ç'a do elefantin pemë? Po ndodhe një gjë këtu. Naça. Cili portier fitoi Golden Glove në botrorin e 2014-s? 2014 ka fituar Manuel Neuer. Pa. E mbaj mend atë Walk of Manuel Neuer aty. Fitoi edhe botrorin, fitoi edhe atë Dorashkën e art. Kush është lojtari me më shumë trofe në historinë e futbollit? Ti e di? Që unë e di. Leo Messi ka më shumë. Jo. Pele. Jo. Ronaldo, jo. Mos është një nga këta mbrojtësi që ka luajtur ordiner. Më shumë trofe. Pra. Dani Alves nuk është ordiner. Pa. Dani Alves po, mbaj mend që ka fituar shumë. E Flori quajti Dani Alves në ordiner. Prit. Ordiner. Po prit një sekondë po. Se do të pres gjithë ato që ka thënë. Rrimir me autorit. Ka fituar duhet 44 trofe, 41 diçka e tillë. Po. Kush fitoi Euro 2012? Spanja. Kush e shënoi golin e parë të Shqipërisë në Euro 2016? Vetë që e pari. Sadiku. Golin e parë dhe golin e vet. Sadiku po. Sadiku po. Cili lojtar ka më shumë paraqitje për Shqipërinë? Më shumë për momentin i ka Alsejt Hysaj që ka kaluar dhe Loricana. Po. Dhe pyetja e fundit. Cili trajner e aktivizoi për herë të parë Armando Brojan? Po se di. Edi Reja ka futur për herë të parë, ka bërë dhe gol 2 herë. O di. Sakt. Zotri, mos merr me mua. Por jam nana. Shikoni çfarë do të kemi ne tani pas këtij quizi që kishim për njëri tjetrin, do të kemi një të ftuar që do t'ju bëj, nuk e di çfarë do t'ju bëj, po ndiqeni vetë më mirë. Siç ka thënë një komentator i famshëm Shaka Hoxha, mbani frymën miq bashkë me ne Juliana Nura. Përshëndetje. A më thon mirë mëngjesi, mirëditë apo mirë mbrëmje? Si ta kesh ti më mbar? Të gjitha trijat për një herë pra. Si jeni? Si bukaloni? Përshëndetje, kënaqësi të kemi këtu një herë, na vjen nga Kosova këtu. Po, unë isha faktikisht në Gjermani, në Zvicër, pastaj erdha këtu në Shqipëri, tash do ikin në Kosovë, kështu që kjo është jeta ime
me shumë punë. Juliana të kemi njohur në shumë fusha, të kemi parë në Big Brother, por të gjithë e dinë që ti edhe ndjekse madhe e futbollit apo jo. Ku filloi kjo dashuria për futbollin? Unë jam rrit me 16 djemë të Haxhës edhe me 3 vëllezërit e mi. Dhe në familjen tonë kemi shumë pak vajza, jam unë edhe në motra ime, motrat e mia. Dhe unë normal që kam gjetur gjithmonë njërin nga çunat. Dhe kur lorzin gocat ose shoqet e mia me Barbie, unë me raja topin edhe i prishja krejt këto gjamat e shtëpisë ose makina, kam pas marak me thy, kam qenë pak fëmijë problematik. Edhe kështu ka filluar dashuria e futbollit sepse vëllezërit e mi janë pak më të mëdhej se unë, 2 vjet, 3 vjet, 4 vjet, dhe ata kur lozin edhe me ata. Dhe adhuroj këtë futbollin, energjinë, adrenalinën, këtë. Me kë je kështu me të skuadrat evropianet, me kë skuadra je? Masnjë. Kush është më i miri me atë? Po çe je kombëtar, je vetëm kombëtar. A te kombëtarja? Po ti. Te kombëtarja po. Shefe, unë gjithmonë e tham këtë gjë. Nuk kemi, ne kemi 2 kombëtare, e kemi të Kosovës dhe të Shqipërisë. Po ne jemi shqiptar të gjithë. Pa marrë parasysh, unë mendoj që ne jemi një, e kemi një gjuhë, një traditë, një vlerë, një, do të thënë se lexoni historitë tona te Ilirt, Pallazkët. Ne jemi një. Të të shka që para 100 viti ka shkuar Iloçka në Gjermani, pe Gjermanisë ka shku në Angli, jenë bë bashkë kreat e Evropës dhe na kanë ndop Kosovën në nena, Shqipërinë kënena. Ne jemi një në fakt edhe u festua shumë fitoria me Serbin këtu, festua shumë edhe Kosovë. U festua edhe më tepër. Si e festove ti një vet? Për mi makina. Ku ishe? Për mi makina. Për mi makina. Hypa për mi dhe festova me flamur. Jo, ishte ndjesi shumë e mirë. Unë e thash edhe në televizion se unë punoj në televizion të shtatsh në Kosovë. E thash sepse për neve nuk është vetëm fitore futbolli ajo. Ajo është fitore e qindra mira njerëz që e kanë derdhë gjak për lirinë e të qenurit shqiptar me fol gjuhën shqipe dhe për neve çdo ballafaqim me serbët është fitore e shekujve, është fitore e gjakut ton. Nuk është vetëm futboll ajo më. Dhe për këtë unë gjithmonë tham kur loja me serbët, ajo nuk është futboll më. Ajo është këtë diçka tjetër. Dhe kjo është arsyeja pse nuk më lajnë me hy me këshyr lojën që ishte në Serbi. Gjulio ka dëgjuar që mbrapa the që Serbia lëshoi urdhër arresti. Ishte vërtet? Po. Pse? Sepse ta kanë për nder herë që shkosh ti çifshe nesh, janë para punës herë. Plus tek vendi ynë, ai vend ka qenë i Kosovës. Leckovci ka qenë shqiptar. Fakt unë bëra një deklarat një javë më herët, e bëra me Kastile, që unë e di që këto fjalit e mia bëhen buj gjithandaj nëpër Evropë, dhe pastaj u bë buje madhe nëpër media. Jo Gjuli do e ngre flamurin UÇK-s, unë jam bija një personit shumë të madh që ka kontribuar shumë për luftën. Unë vi nga Drenica, dajtëm jam nga Prekazi dhe kemi jep shumë për lirinë e Kosovës dhe unë nuk kam pat si ndryshe me jetu edhe mu rrit si individ kur jam e rrethuar me njerëz që kanë folur për luftën, për lirinë, për fuqizimin e kombit ton. Dhe normal që mua kjo me prek shumë edhe pastaj e bëra këtë lojën mediatike dhe u bë buje madhe dhe pastaj dëgjova që Gjol po hy në trojet serbe, jeni 4 veta në listë dhe këtë kishte thënë ky gazetari juaj në Shqipëri, po Albani, e kishte thënë që personi i 4 që ishte në listë kishte Nura. Kush është kjo Nura? Dhe është Gjuliana, ja bën Milaim Zeka. Kështu që Milaim Zeka e dinte punën time se më tha mos shko tha sepse vetëm kanë me të mojt mrena dhe do me të paloj dhe pastaj do lëshojmë mas 2 ditë se s'kan ç'a të bën me pasaport finlandez. Ç'a të bëjnë mu? Vrasin po ja. Në fakt unë kam qenë, atë ditë unë kam qenë në Leskovec. Kisha marr rrugën, shkova nga Maqedonia, kalova, shkova, isha duke pritur ku do shikoj atë. Ku është Gjuli mbi makina? Edhe u bëra me rak pas. Jo, unë unisa po kur e morra këtë informatën arrestin ndaj meje, thash, okay, diskutova me prindin, prindi tha çfarë vajza ime ne kemi bër mundin ton që kemi shliru Kosovën dhe kjo lojë më mirë është me shiku nga Kosova se sa me shiku më bërë edhe me të paloj edhe pastaj më maltretojnë 24 orë, 48 orë edhe qa do bësh kur gjuheq. Gjithë to peripeci për futbollin pas e kaluar tani nga ana tjetër, shumë kritika jo po s'merr vesh nga futbolli. Kush Gjulio? Për ty ose për shumë si përgjigjesh? Shife, unë mendoj kështu. Të paktën nuk e di sa e njeh në karakterin tim edhe personazhin e Gjulit dhe çka kam kaluar në jetë, por në gjithmonë njerëzve që më japin kritika i them ju lumt, japni kritika. Mos më hym fare punë. Po fare, a din që është fare? Se kemi një fjalë turp në Kosovë që është pak banale, nuk e them këtu. Thuaj. Ja, bip. Se
i fare. Kjo nuk ishte banale, kjo ishte okay. A ishte se tash marrë çka Pi. Gjuli, fakt, ti ke marrë shumë kritika me mend një video në tribunë në stadiumin në Tiranë. Ke qenë me një gotë verën do. Po. Ke marrë shumë kritika për atë video. Ne atë gotë ka pas orange juice, po apple juice. Okej, po ka qenë goçeçi. Ishte problem se molle dhe njerëzit mendojnë që është paspori alkool, që unë alkool nuk pi, e para parës. E dyta, e di që ne që kemi qenë te VIP-t e morra gotën se nuk e dita që nuk ban me marr gotën jashtë VIP section për me dalë me kështu lojën. Dhe normal kur del shkurt e fejza me këndu këngën ton, himnin ton, normal që dosh ai emocionit ka plana, e kupton? Unë mendoj që nëse bën një gjë në këtë botë, ose bëje 100% ose leje fare. Kështu e kam unë motën e jetës time. Edhe në punë, edhe në dashni, edhe çka do që të bësh, edhe në tribunë, edhe në lojë, edhe në histori. Kur e dosh diçka, duhet 100%. Pse me bë 50%-shin? Pse me bë 20%? Lere fare, mos e fut fare. Kështu edhe Big Brother e kam bërë 100%, kam jap të gjitha. Të shkaqet tek ne, e dina. Edhe Dancing with the Stars, 100% e kam jep këtu në Top Channel. Kudo, edhe tek ne madje. Te ju, po kjo jam unë, nuk di unë ndryshe me qenë. E famshme bëhet deklarata jote për ndeshjen me Serbinë që sigurohet bileta, duke telefonuar, duken më pas u përndosh nga një reagim i federatës që duke kishte ndruar numër. E para pyetja ime është, e gjeta numrin e ri të Dukës dhe si e rregullove? Edhe nëse nuk e gjej numrin më gjen mu. Kështu që shefe, këto deklarata janë normale, e din si luajn mediat. Mediat tek ne bëjnë klikime, për klikimeve paguhen. Unë e kuptoj këtë gjë që fytyrat publike ngacmohen, përdoren për klikime. Unë vetëm qesh me këto gjëra, sepse fakt unë nuk gënjej dhe nuk di me gënjej. Unë ta them troç, po, nga njerëzit e duke se kanë marrë biletat. Ju pëlqen kjo është e vërteta. Sepse unë mendoj që do të platformat social media të mia janë aq forta sepse faktikisht ju hyn punë edhe Shqipërisë, edhe Kosovës, që kur shkonin me ludikun tjetër, thonë ua, po vjen se ajo goca e Kroacisë që u bë virale që sa vite. Do të botror. E si mund ta harrojmë? E si mund ta harroni? Kështu që unë kam njerëz gjithandë në përbot që u bë ajo video ime 116 milion që e maj flamurin e Shqipërisë, po me dhe shqiptarisë, se unë e urrej me thonë Shqipërisë, që do thot që e maj flamurin dhe bëj kështu valvitja të flamur të bukur, ma të bukur në botë, Alban. Do thot u bë virale, mu më shkujnë akoma njerëzit turq, brazilian, anglez, gjerman, zvicran. A jeti kjo? Do thot, më hinë Instagram, thank you so much, po. Normal, ne gocat shqiptare jemi jo vetëm të mençur, por edhe të bukura. Që do thot, do të kemi edhe në Poloni? Po tash, a do t'jep të gjitha informatat këto, kush jeti? Maj disa gjëra për veti. Me qefni për mi makinë, dikun atje. Unë do të thoj, a do të kemi në Amerikë, do thoja? Në Amerikë, vav. Unë faktikisht e thash në një intervistë që, po, nuk ka rëndësi cila kualifikohet. Për mua, Kosova, Shqipëria jemi një. Dy ekipe kemi faktikisht deri vonë ekipi i Shqipërisë ka qenë krejt çunat e Kosovës. Kështu që na e dim të vërtetë sikur edhe Zvicra. Shqiptar janë ata. Atë let's be honest. Po imagjino me shku njëra ose të dyjat. Të dyjat do ishte bëj be. Po, dy flamur do i valviti, çdo ditë. Vetëm do i gjej makinat më luksoze që të bëhen virale. Do ishte problem për ty se duhet me shku, e se janë një ditë luan në Shqipëri dhe Kosova ku do shkoje. Po gjys. Dojna gjurin gjys për gjys e lëra një atë një. Nga Meksika në Amerikë. Seriozisht beson te kualifikimi? Do të thonë se ti ke ndjekur dhe fshatën kualifikuese, të pëlqen paraqitet e të tjerë? Du me besoj. Unë mendoj që Kosova është të tregu super lojë. Do thotë kur e shikon Kosovën, nëse flasin tash për Kosovën, nëse e shikon Kosovën më herët, kemi qenë duke u formuar, po do thotë këto lojrat e fundit që kemi pat, kanë tregu super lojë, dhe jam shumë krenar për çunat e tonë. Por unë mendoj që njëra do shkon. Finger crossed. Edhe nëse shkon njëra, unë ju du juve dëve bashkë me mune Amerikë. Patjetër. Ju dy sigurisht detyrim. Kush ta solli këtë fat, viti i babagjyshi, faleminderit, në Amerikë me Julianën, faleminderit. Vetëm të gjitha do i keni pa lek, po m'duket, se si të shohin Julian dhe mirë se vjen. Tortur. Po prit mundem. Flor, kujdes, sepse në një deklaratë më herët, Juliana ka thënë çuna shqiptar. Jo. Unë nuk e kam thënë ashtu. Kanë qenë një intervistë me çunat këta
Romeo Donaldi. Isha me Zhakun që adhuroj shumë si gazetare dhe e dua shumë dhe kam shumë për qefi dhe ishëm duke folur backstage. Kur hyrëm në live, unë I thash, tek ne, çunat shqiptar, jo që kam shumë provoj me çunat shqiptar, por këta që kam provoj, që flasin shumë, pak punë bëjnë. Kjo është edhe jeta në reale. Shumë flasin, shumë njerëz, po kur të shef rezultatin është shumë I vogël. Ja, unë borri pa fol. Ma mirë, nëse do në bonusët për meja. Ka dhënë një deklaratë në Big Brother. Ma rrut me këto deklarata, më sa deklarata pas ta dhonë. Ai ka thonë. Unë jam tronditur kur ka thënë që kam dalë me Cristiano Ronaldo. Si e është e tronditur? vërtet apo gënjen? Si e tronditur? Po tani duke pak e pa besueshme për ne që nuk e kemi takuar ndonjëherë. Që Po tani mund ishte të Ronaldo. takoni, shkonin në Dubai, shkonin në Ibiza, Po, pra, shkonin tu është problemi, Madrid, shkonin në vendet ku rrin njerëzit A-list famous people, I takon. Një ditë do shkoj, ta premtoj një ditë. Bon do të marr ty me vete, do shkojmë zajin tropez Ja, vere, ja. do I takosh të gjithë. Po shkova me ty nuk e takoj më ata. Jo, I takon sepse ata tani do çao ky çuni që ka këtë gocë kështu. Me Ronaldo si është. Unë fakt 2017 verës, I kam me një shoqe time, se unë kam jetu në Londër, edhe jetoj akoma, në 8 vite u bë, edhe kam një shoqe franceze që është modele shumë e bukur, gjithashtu edhe e tha, do ikim Zain Tropez, thoshe ikim Zain Tropez. Pe Zain Tropezit ikim në Ibiza. Në Ibiza ishte një jahtë, që ishin disa jahte ato tek porta, që ishin pak si party, a din si është day party, që është dinner, po njëkohësisht edhe bëhet party. Dhe po vjen kjo një jahtë, edhe ishin disa çuna, njëri nga ata ishte Ronaldo, edhe ishin afër tavolinës tonë, edhe ne Dubai, kore tu kërcy, po vjen njëri e po thet Ronaldo ta lyp numrin. Tash numrin s'ja jap, po për çfarë arsye? Dhe Ronaldo përdor taktikat tona, Po, imagjino, edhe tani tha nesër është një party këtu afër dhe jeni të ftuar. Edhe kjo shoqja ime që është shumë e bukur, tha do ikim nesër. Thash hajt po ikim gjysore, një orë sa na rrihet. Edhe atu tani po në muhabet, po ishte shumë çuni I mirë, ishte shumë I thjeshtë, nuk ishte kështu. Se po e kam takuar edhe Benzema, Benzema është Benzema, në Dubai është kështu, kishe unë jam kingu I botës. Po kush je mor ti, po kërkush nuk ta vari. Do të trajton Benzema. Po nuk, për mua nuk ka respekt. Një njeriu I thjesht, për mua nuk ka rëndësi kush je, sa lek ke, çfarë statusi ke. Për mua ka rëndësi si I trajton njerëzit ti. Dhe atë moment që ti I trajton një kamarier keq, ose një person një femën tjetër keq, diçi për mua je zero. Dhe nuk më intereson ai mbreti I botës. Për mua je zero. Kurse Ronaldo ishte shumë I respektueshëm, ishte me ata njerëzit që ishin servant, shërbëtor, ishin shumë I respektueshëm, stafi, a keni pirë, a keni hëngër, do thot për të gjithë, më duke vetja se në Kosovë ose në Shqipëri që të gjithë pyesin, a je mirë, a do një gjë, do thot, ishte shumë I respektueshëm. Dhe unë për këtë kam shumë respektin për Ronaldon. Tani se tash ma ka bë blog, po më duket në Instagram. Po çka kam re. Se u martu tash ka shumë kalamaja. Sa atëherë 2016 ka qenë beqar. Beqar ka qenë 2016. Atë vit është njoftuar 2017 njoftuar me gruan e vet. Po një emër Ti si dhe as numër as Instagramin. Jo, unë Instagram ja thash hajt. Bëri follow, bëri me atë profilin privat. Ja, me privat, bëri. Të shkruajti në Instagram. Ronaldo Marbella 37, profili privat. Po Shunat e Londrës. Pyetja është, çfarë numri kisha ato me prefiks kosovar? Jo, unë akoma kam numrin anglez. Dhe ishte Po nuk e diti më, nuk e ke, vetëm unë e kam. Vetëm Ronaldo dhe unë e kemi numrin. Jo, Ronaldo ka numrin. Vetëm unë e kam numrin. Cristiano Ronaldo jam më lart nga ti te një gjë jetë. Edhe unë nuk do të follow profil privat, I madh mret, je pas ka profil privat. Ti kërkon në Instagramin për tavolina, unë I kam numrin. Kuptoj vetë ku jemi. Ja, shumë çuni mirë. Unë do të për këtë edhe I kam treguar në Big Brother sepse dolën portalet 2017-ën, Gjuli bën party me Benzeman, me Januza ishte në atë kohë shumë I famshëm. Adnani. Po, ishte shumë I famshëm, ishte shumë I ri, 18-19, bile kemi bosh Japonien në një ditëlindjen e Benzemas çat nat. Edhe u bë virale, pastaj dikush më ngacmoi me çunat e futbollit, thash, unë faktikisht futbollin e du shumë. Çunat e futbollit nuk janë pro. Nuk e di pse, po unë duken shumë nuk e di. Të ngush? Gojliga thonë që çunat e futbollit nuk janë gjë në krevat. Jo, nuk e di unë, nuk e di. Jo, se tani më thoni deklarata e Gjulit. Jo, I can Gjul. Jo, nuk lë futboll. Veç unë mendoj që jeni djegur çuna. Kam lë kur futboll. Ta jetu ma gjuta shmua qa. Dhe më trusëri që ato. Ata shkruajnë shpesh lojtarës, ma merr mendje që kur shojnë nëpër stadium apo kështu, jo vetëm lojtarë shqiptar, po edhe tuaj ndoshta shkruajnë pak.
Në djem. Po, do thot, unë mas pari shkoj me shiku futbollin edhe ndjesin që ma jep futbolli edhe me shoqërinë që kam këtë kuqezin edhe gjithashtu edhe të Kosovës. Ose çfarë do futbolli edhe Arsenalin e shikoj edhe Chelsea kur shkoj në Londër edhe Liverpool e kam shiku disa herë. Është futboll, është shumë ndjesi e mirë, por kur dhe shikon këtë trojeve tona është tjetër ndjesi. Por nuk e di çfarë të them. Është më shkruajnë shumë shqiptarët, ndoshta që më njohin çfarë karakteri të fortë kam, nuk guxojnë se në shumica vinë për me lujt me bash shaka me ty. Kurse nuk guxojnë. Trembën koqa shumë. Shumë po më shkruajnë këta që janë në ligë, që own dhe për shembull, nga Premier League kanë shkruajt? Kështu që Nuk ka pas shkruajt. Që kanë këtë ekipin e futbollit. Nga cili ekip patëm? Një ekip do ma merr mendja një emër e di unë, Zlatan Ibrahimović. Po nuk pati dhe ai besim në vetë kush nuk do ketë tjetër. E vërtet po jo. E pas ka bërë do të thonë jo, po mos ishte e vërtetë. Ja, s'di unë asgjë. Ja, mos më shteni më jap gjithë këto deklaratë, pastaj nëse do bëhet portalet full. Unë vetëm një ekip doja, nga cilën ekip doje ti? Kë ekip? Nga kush ekip ka shpëtinë lojtar? Zi kë ekip dush? Unë nuk e kam një. I kam 3, në një është Premier League, edhe 2 janë tjerë që nuk e them nga ku më kanë shkruar. Është njerëz normal që kanë përqindjen e ownership of the league. Jo lojtar. Jo. Lojtar çfarë bëjnë me mua? Çfarë bëjnë lojtarët me mua? Që kemi nivel tjetër, na falni. Shiko, para se të kalojmë te një lojë tepër e bukur, po them një situatë hipotetike. Hajde. Giuliana Nura luan kombëtarja në play-offin e botrorit, Shqipëria. Dhe të japin të drejtë të kesh 1 minutë kohë për të bërë lojtarëve një motivim për të thënë diçka. Çfarë do I thoje? Jo sot, jo kur, do fitojmë dhe ti tregojmë botës kush jemi ne. Ja. Kjo është motivim. Do ishte Giuliana dhe Ja. Motivimi është tjetër gjë. Shife, syni motivohet, po duhet me ndëgju me ndjesi. Dhe unë mendoj kjo është dallimi mes kur ka qenë Liverpooli shumë haj, që ka pat do thot një njeri super të mirë, dini kush nuk jeton më ai, do thot që e ka motivu ekipin e vet me çu deri finale dhe fitus Premier League. E kjo është dallimi mes një personi që din me udhëheq një ekip dhe një person që është vetëm udhëhec. Po. Do të më motivu, mi ditë njerëz të më motivu. E vërtet. Prisë merr një pyetje. Hajde. Se unë me Florin shpesh kemi pas debate, kush është lojtari që të pëlqen më shumë kombëtar në aspektin futbollistik, mos e ngatroni. Unë me Florin shpesh kemi përmendur herë Mario Mita, herë Brojën që është shumë emër I famshëm, ndoshta Hoxha po merr hop tani. Që ta forcoj pak teorinë, unë kam thënë që është grupi më I mirë, pra nuk ka një lojtar tek. Por po ta ndaj me një tek. Aslani për shembull. Kush mendon që është lojtari që e merr për dorë Shqipërinë ose që apo edhe ti për grupin ndoshta. Shefe, unë mendoj kështu. E keni parë gjithmonë familja është një black sheep. Po, dele zez shqip thuhet. Për shembull, unë familjet jam gjithmonë black sheep. Unë kam thyer të gjitha rregullat për të mirë, po mendoj. Edhe të këqijat po tani e kam pasojat I kam marrë bisupet e mia. Do thotë gjithmonë është dikush një black sheep ose një udhëheqëtar I ekipit që jep motivim. Por unë më mend kohën e që unë isha atëherë shumë e re, po kur ishte Lori Kcana. E di ajo do shkollë. Dhe për mua ajo ishte, do thotë e mbaj mend kam çajt një javë rresht kur është bër ajo situata në Serbi, në Beograd dhe unë isha me 30 çunat e Axhit, vëllezërit, babi, axhallart, të gjithë ishim në living room të ne edhe do thotë piskama që ishte atë ditë. Do thotë unë me një javë kam jetu me atë dashuri, me atë ndjesinë që kam pasur. Me atë emocion që ishte unë nuk e kisha provuar ndonjëherë në atë emocion. Ndoshta ne që e marrim shumë më afër sepse tek ne nuk është vetëm futboll siç e thash. Tek ne është një histori e tërë. Tek ju gjithashtu edhe pse na kanë jemi një. Patjetër. Kështu që unë gjithmonë tham, do vinë shumë lojtarë tjerë, do vinë, do shkojnë, por gjithmonë I pari kush I thyn rregulla që është Lori Kcana, që e respektoj shumë, jo që është vetëm I Kosovës, po është I shqiptarisë ai çun. Atë me atë çka ka mujt ka bër dhe ka bër një diçka që e ka çu për herë të parë Shqipërinë me tutje. Kështu që Loriku. I pa diskutueshëm. Edhe është I bukur, edhe është djalë I mirë, edhe është familjes mirë, edhe është shqiptar. Me që e përmendi një lojtar nga kombëtarët që tha është I bukur, kemi një lojë tani. Me lojra. Kemi disa lojtarë dhe do zgjedhim më të bukurin ndërmjet atyre. Sa bukur. Po nuk I shikoj lojtarët. Unë thashë shikoj lojën. Kjo është loja. Okej, pra jemi tek loja, kemi lojtarët e kombëtarës me foto dhe Gjuli do zgjedhi
cili do të jetë më i bukur nga kombëtarja jon. Mendimi i Xhulit. I bukur kështu si kallop apo i bukur si kallop? Ja, si kallop. Si kallop. I bukur loj. Tani Strakosha përball Aslanit. Strakosha. Okej, Strakosha apo Bajrami? E vështirë? Po, sepse kur ti njeh të dy tani nesër më thirrin telefon gjol, pse s'u ke zgjedhur Mirë. mua. Çdo njeri ka mendimin e vet për ata që duket më mirë fizikisht. Nuk do të thënë, nuk e merr për keq, po i them më mirë ja. Atëherë Strakosha. Strakosha apo Ernest Fuçi? Strakosha. Strakosha portier për që nga Guxhaj fort në loj. Strakosha apo Gjasula? Ky, Gjasula. Gjasula, Po e ka një vëlla më të bukur se ky. Po vllajën e vet. Ta duhet të lejmë kontare. E di. Por kur e la futbollin Sepse kur e bëri ky gol në Gjermani, ai ishte afër me dhe ishin shoqët e vet, edhe thash ku e kam pa këtë çun, pse dia që ishte vllai i tij, sepse nuk i majmën të gjithë. Edhe unë isha ato, të fiskat me të, kur më shoh, thash hajde për qafën të dy. Gjasula apo Aslani? Gjasula. Gjasula apo Seferi. Është kjo çiki i bukur ky Seferi. Nuk është kjo, tani çunat e kombëtarës kemi të Ku e ka mirë. bukur një Seferi më shok? Ja, e ka një sy të bukur, e ka një buzëqeshje të E di çfarë lezetshme. mendoj unë që Po është pak i im, kështu që unë nuk kam dëshirë ta publish janë të vogël. Te kombëtarë janë gjithë Bruno dhe Seferi si bjon dallon pak nga të tjerë, mendoj. Po. Po prapë shkojna me këtë Gjasulën. Okej. Gjasula apo Rejmani? Ky Rejmani ja patën pipe nonën me 3 muaj të i dhon. Gol. Ja patëm tesh. Për shkak që ja kena tesh, do shkoj me këtë Rejmani. Rejmanaj apo Armando Broja? Rejmanaj apo Flori Thamaj? Rejmani. Do gjemi një gojim. Prit se nuk kam marrë kartat e mia. Rejmani, më patë. Rejmani. Ma, se marrë me po kështu heqe. Po bëj shaka se i mirë. Rejmanaj na doli fitimtar të kaloj më i bukur të kombëtarët sipas Xhulit. Sipas Xhulit faktikisht asnjëherë nuk është shihet mia, por kështu sa për me loz topin po. Loja e dytë tashmë do jetë një lojë jo me lojtar, por me mite ose fjali që kemi dëgjuar shpesh. Dhe do të marrim në fakt mendimin e Xhulit. E nisem me të parën, miti më i madh që kemi dëgjuar për Xhulianën. Ose fjalia më e madhe, llafi më i madh, thashë themi më i madh se që dëgju për veten. Ka shumë. S'po di cëllë me veçu, ka shumë që gënjejnë mediat, që të bëhen virale me klikime dhe të përfitojnë nga ne. Po nuk e di. Por, lajmë interesant për Xhulin është fakti që ka nisur një sipërmarrje që është, na e trego pak më shumë. Atëherë që një muaj kemi startu që bë virale pitet e Xhulit. Pitja është katmer, nuk është byrek është turqelive, pitja është ilire. Edhe kemi bërë një fabrik 1500 metra katror, kemi 30 gra që punojnë ato dhe gatuajnë pitet e Xhulit për krejt tregun e Kosovës për momentin. Okej, ne sukses. Herën tjetër do vi me pite Po, unë. të ecim bar, herën tjetër do vim Prishtinë edhe duam pite ose në Amerikë. Në Amerikë nuk e di, do i qojmë pitet, po patjetër që do shkojmë. Tifozët që shkojnë në stadium vetëm për story Instagrami. Kam dëgjuar shpesh këtë gjë që thonë, këto femrat e bukura këndoj. Unë mas pari nuk e llogariti veten si shumë femën e bukur. E dyta, nuk e llogariti që njerëzit kanë kohë me hub, me shku, me ble tiketën, me shku në stadium, edhe mos me kuptu kurrë për futbollin. Mendoj që është budallic. Por ndoshta edhe ka, por unë mendoj që kjo është traditë familjare. Që ka, ne e dim që ka. Unë mendoj që është traditë familjare kur ti, prindri yt, babi, mami, kushdo që të jetë, shkojnë bashkë me shiku për shembull Chelsea ose Arsenalin ose e kanë traditë familjare. Unë kam pas futbollin traditë familjare. Vëllezërit e mi kanë luajtur futboll për Finlandën. Dhe shef Kikuçi ka qenë i pari shqiptar në Finland që ka bërë buj me festimin me hedhje. Do të unë jam pjesë e asaj gjeneratës që ne kemi shku me krejt familjen, kemi shku me vëllezërit, kemi loz top vet. Dhe unë kam luajt 15 vite futboll, do të thotë unë adhuroj futbollin, po ka ndoshta edhe këto, po unë për veten nuk në rrjedhin tim, ne shkojmë për lojë, për fitore. Ne nuk shkojmë. Okej, unë e kuptoj që për shembull tradita ime kur shkoj me shiku lojra jashtë Shqipërisë e Kosovës, unë gjithmonë veshje diçka tradicionale. Sepse unë du mi tregu botës që ne kemi veshjen e Drenicës, kemi veshjen e Rrugovës, kemi veshjen e Tropojës, një gjë të bukur në kokë ose në Xhamadan ose diçka, ajo është tradita, është vlerë.
Dhe unë dua çdo herë që shkoj dhe e di që nëse një foto bëhet nga unë ose nga kushdo, unë e di që dua me përqu traditë, vlerë, që futbolli nuk është futboll, është një art, është një kulturë, është një traditë. Kjo. Bukur. Të shohim çfarë kemi tani. Flamuri Red flags më i madh te meshku shqiptar. Cili ka probleme më të madh? Wow, ai bën kjo pyetje që red flags like red flags of Red a flags. man. Red flags. Te meshkut keqe shqiptar. negative. Apo Nuk e di për rajon, që shife, meshkujt shqiptar vërtet janë shumë të mirë. Ne si popull jemi më të bukurit në Evropë, mendoj si kallop, si gjak, si kallop. Por unë mendoj që kemi shumë red flags sepse unë jam rrit e lind diasporë dhe kam pat mundësinë me jetu në Finland, Suedi, në Angli, vendet jashtë Evropës gjithashtu dhe kemi disa ngecje, sepse di që kemi qenë, ne deri në 90-ta Shqipëria ka qenë mbyllur pejxhat e verë. Koha e ka bët veten sepse kemi pot okupator të ndryshëm të ngecja e rinisë dhe popullit ton. Të pravanvetja. Por nëse ne e shikojmë mas 30 vite ose 40 vite Shqipërinë dhe Kosovën, shife ku kam qenë rinia e shqiptare. Po flas për këtë trevat, Malizi, Maqedoni, Kosovë, Shqipëri. Shife ç'a bëjnë shqiptarët në Zvicër. Shumica biznesmenat më të famshëm, më të mirë, më të bujshëm janë shqiptar. Femrat më të bukura në Evropë janë shqiptare që udhëheqin biznese, janë televizion, janë gjithandej. Do të thotë për mua red flags mundesh me thonë në dy anë. Ka popull që nuk ka red flags si popull, po ka edhe shumë gjërat green flags si popull. E unë du mu fokusu tek gjaku ynë edhe tek shqiptarët tonë që ne faktikisht kemi shumë green flags, ma shumë se sa red flags. Kjo përgjigje meriton dorë dorkitje se nuk i shau çuna shqiptar, nuk i shau. Se dy kushtet do gjetë momentin të shante këtu. Jo, unë nuk mendoj që një njeri lig shan, një njeri i mëshëm faktikisht i tregon se ku është pak më pak ngecja e tyre për mu shku përpara në gjatë ngecje. Ja vërtet. Kjo është xhelozia mes vajzave në showbiz. Diçka që është tmerr, shumë. Është tmerr? Në nivele të larta mendoj. A është në nivele të larta? Unë as nuk i njoh, as nuk i shoh, as nuk i ndjej. A nuk e ndjen? Ndoshta kam energjinë aq të madhe që unë kur shkoj ato për tokë bin. Po jo, unë mendoj që siç prapë lidhet kjo që sapo e thash. Tek mendësia jon, për shembull unë jam rrit në shoqëri në Finland, Helsinki. Ku unë kam qenë vetëm zëshkane, të gjithë kanë qenë bjonda me sy kaltër. Dhe bjondet. Dhe ja, po zëshkanet. Kurse zëshkania merr syrin, e merr famën, e merr energjinë, e merr plus me këtë energji që mua Zoti ma ka fal. Do thotë, unë kur s'kam gjet xhelozi kështu me njerëz drejt për drejt. Normal që kam pat mbrapa shpinës që kam fol keq, por unë mendoj që një njeri i mençur nuk e shikon xhelozin, por e shikon nga rrjedh kjo xhelozi, sepse njerëzit xheloza zakonisht kanë ngecje në egon e tyre, në mentalitetin e tyre, në personalitetin e tyre. Se me po xhelozi femra me femrën. Kur meshkujt me meshkujt kanë shumë pak, e kanë bro code që mu m'pëlqen shumë tek meshkujt. Kurse të gratë do të me po të shumë girls code. Edhe unë nga goja ime kur nuk del një sharje për një femën tjetër. Okej. Tash unë normal që do e kritikoj një opinionist ose një diçka që mu m'hyn punë, por nuk flas në tonet negative, flas konstruktive. Bukur. A ka dashuri në vitin 2025? Për veten po. A vetë për vete? Ja, unë mendoj që dashuria gjithmonë do ekziston. Sa është vetëm një gjë që na manket botë. Por a është kthy dashuria në hjezime të ndryshme? Po. Sikur 50 Shades of Grey, nëse e keni pa filmin, ka 50 Shades of Grace. Edhe dashuria ka 50 Shades of dashuri. Kështu që ka më pak o më shumë, ka njerëz që janë më honest, nuk ka honest. Unë vjen shumë keq, po brezi i prindve ton vërtet kanë dashuru. Sot seksi u bë shumë i lirë, femra u bë shumë e lirë, meshkujt janë bërë shumë të lirë, gjithçka u bër sipërfaqësore, gjithçka u bër fake. Dhe unë vjen shumë keq që ne jemi brezi që nuk jemi as me brezin e vjetër, as me brezin e ri, jemi me si gjyst, e nuk dim ma ku me rrok, kështu që ande nga ishin ca video shumë në Instagram të vajzat nordike i pyesnin si ishin të one night stand-et, thoshin është super normale. Të na është normale, do të thotë shoqet e mia 12 vjeç, 13 vjeç, do të thotë unë po 12 vjeç atje ja fillojnë me pat marrëdhënie seksuale. Dhe unë kur kam qenë Miss Finlanda 2010, unë s'kisha asnjë çun se kishta puthur akoma. Dhe kur ma bënë këtë pyetje dhe unë shumë open, thash akoma nuk kam qenë lidhje kur dhe nuk kam puth një çun.
Më kanë shiku, a je normal, a je mirë? Dhe unë isha ajo black sheep ato dhe thash, po unë vi nga një familje shqiptare që babi dajak më kishte hy, po mos të prezantoja, do të imagjino 21 vjeç e kam put çunin e parë që i kam thënë babit që jam duke dalë me një çun. 21 vjeç. Dhe këtë Edhe ne. Ja, pak më herët. Dhe pyetja e fundit, ti ke qenë pjesë të një reality show, shumë njohur Big Brother. Kush e meriton ta fitojë një reality show? Se këtë pyetje ma bërën para sa me fillu Big Brotheri, edhe tash që po fillon në Shqipërisë, ma rënë njerëz të më shkru, Gjul, si, qysh, ka, çfarë loje me bë. Unë mendoj se një njeri që ka shumë hyper energy, një njeri që është i lexuar, një njeri që është i udhëtuar, një njeri që ka bagazh, një njeri që din me përdor fuqinë e mendjes, shpirtit edhe fizikut vet. Sepse imagjino të gjitha lidhet me njëra tjetrën. Asnjë nuk është vetëm individ me një do thot area. Kështu që unë mendoj që një njeri që duhet me fitu reality show është një njeri që tregon gjithashtu edhe pozitivitet për brezit që janë duke shikuar jashtë, do thot kulturë, edukat, lexueshmëri, njohuri, everything. Po njëkohësisht do të më ditë edhe me kon dinak që me bë lojën, që më ron njerëzit tjerë në grup, personi që është duke lojë lojën. Kështu që unë siç e kam thënë, prit të përcjell. Pritje edhe përcjellje. Dhe në fund të përcjella veten në finale. Kështu që kjo është jeta. Gjuli, këto ishin pyetjet tona, uroj të jesh kënaqur te ky podcast. Ne shijuam shumë energjinë tënde. Tani presim të shojmë edhe pitet në një ditë, po kur të vi dita. Me kismet. Me kismet do vi me pite, ishte kënaqësi, faleminderit shumë që u ftuat. Unë mendoj që podcasti kështu pak më chill, që ndihen njerëzit që jemi sikur living room tymve ose në sallon tyre, kështu kene nevojë më shumë. Kështu faleminderit shumë, ishte kënaqësi me kënë pjesë e juvja. Shpresoj që do kënaqen edhe njerëzit që na shikojnë. Kemi bë pak gallat, shaka, po hajt. Ma falni, ha. Kënaqësia të rajon. Na pranohet. Shumë faleminderit. Faleminderit. Ándale.